Paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtresa ka përmbyllur sot afatin për ankesa në lidhje me publikimin e rezultatit përfundimtar nga Komisioni Qendror Zgjedhor. PZAP ka pranuar 7 ankesa lidhur me rezultatet dhe se për të njëjtat do të vendos brenda afatit ligjor prej 96 orësh nga data e parashtrimit të secilës ankesë. Ankesat janë dorëzuar nga lista serbe, ankesë ndaj vendimit të KQZ-s, Nova Demokratska Stranka, 2 ankesa për parregullsi gjatë votimit, Koalicioni PAI-PDAK-LPB, ankesë për parregullsi me flet votime, Bekim Haxhiu, 2 ankesa, njëra lidhur me shpërndarjen e ulseve në kuvent dhe tjetra për parregullsi gjatë numërimit të votave me post, dhe Partia Rome e Bashkuar e Kosovës, ankesë për parregullsi gjatë procesit të votimit. Kujtojmë se para disa ditësh, Komisioni Qendror Zgjedhor ka publikuar rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 28 dhjetorit pas procesit të rinumërimit në vend, duke konstatuar fitoren e lëvizjes vetëvendosje me 51.10% apo 487.077 vota dhe 57 ulse në kuvent. Partia Demokratike e Kosovës rënditet e dyta me 20.19% të votave ose 192.434 vota, duke fituar 22 ulse. Pastaj, në vendin e tretë, rënditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 13.24% të votave, ose 126.163 vota, që japin 15 ulse. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.50% të votave, apo 52.423 vota, përkatësisht 6 ulse, ndërsa lista serbe ka siguruar 4.49% të votave, ose 42.759 vota, duke fituar 9 ulse.